Përgatituni të njiheni me historinë e një njeriu që shndërroi një lojë fëmijësh në një triumf të jashtëzakonshëm të shpejtësisë dhe saktësisë. Richard de Forsas sapo ka sfiduar kufit e të mundshmes, duke thyer një rekord botëror që kërkonte jo vetëm duar të shpejta, por një disiplinë prej hekuri. Një burr nga Teksasi palosi 250 aeroplan letre në një orë, mesatarisht 4 në minutë, dhe dëshmoi se mund të fluturonin për të provuar një rekord botëror Guinness. Për të thyer një rekord të tillë, nuk mjafton vetëm shpejtësia e duarve. Guinness ka rregulla strikte që e bëjnë këtë sfidë mjaft komplekse. Uniformiteti. Çdo aeroplan duhet të paloset sipas një modeli standard. Nuk lejohet përdorimi i ngjitësit apo i prerjeve me gërshër. Aerodinamika. Kriteri më i vështirë është që çdo mjet duhet të fluturojë. Nëse qoftë edhe një prej 250 aeroplanëve do të binte direkt në tokë pa bërë një distancë minimale fluturimi, ai nuk do të llogaritej në total. Presioni i kohës, të mbash një ritëm prej 4 aeroplanësh për minutë kërkon një memorie muskulore të jashtëzakonshme për të shmangur gabimet nën stres. 2. Rrugëtimi i Richard de Freytz. De Freytz nuk u zgjua një ditë dhe thjesht e bëri këtë. Rrugëtimi i tij tregon një anë tjetër të karakterit njerëzor, strategjia e nishes. Ai e pranoi me modesti se nuk ishte atleti më i mirë, por përdori zgjuarsinë për të gjetur një kategori ku mund të shkëlqente. Kjo është një formë e menaxhimit të talentit që shumë pak njerëz e aplikojnë. Pritja 2 vjeçare. Procesi i aplikimit në Guinness mund të jetë raskapitës. Fakti që ai priti 2 vite për miratimin dhe vazhdoi të ushtrohej tregon një përkushtim të palodhur. Ai tha se thyrja e një rekordi botëror është një qëllim i hershëm. Gjithmonë kam dashur të thyej një rekord botëror dhe fillova të mendoja, çfarë mund të bëj, sepse nuk jam më i shpejti dhe as më i forti. Kështu që fillova të shikoja rekorde të panjohura. Kontaktova Guinness dhe ata thanë se rekordi ishte 200 për aeroplan letre dhe unë thash, në rregull, mendoj se mund ta thyej atë. Ngjarja e organizuar të shtunën nuk ishte thjesht një përpjekje personale, por u kthye në një ngjarje komunitare. Dëshmitarët dhe zyrtarët, për të certifikuar, Richard duhej të kishte dëshmitar të pavarur dhe kronometrist profesionist. Testi final. Momentet pas përfundimit të kohës prej 60 minutash ishin ndoshta më tensionuese. Pasi çdo aeroplan duhej të kalonte provën e fluturimit përpara syve të rreth të vëzhguesve, edhe pse rekordi u thye fizikisht, ai mbetet në statusin nën rishikim, deri në verifikimin e plotë të pamjeve filmike nga zyrat qendrore të Guinness në Londër, një procedurë standarde kjo për të gjitha rekordet botërore.